kush kanë tentuar të prish demokracinë në Shqipëri duke përfituar për interesat e veta, përderisa ka një dashuri të verbër për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nuk është një shtet, përbëhet nga shtetet, normalisht unë do t'i thoja për cilit do qoftë ai, që karrikja elektrike të pret përderisa ke minuar demokracinë në vendin tonë, se nuk mundesh ti ose të tjerët të paguajnë të huajt që të na shpallin në non grata që ti të rish akoma të mbi zotrosh në një karrike që nuk e meriton, se në rast se ne kemi meritokraci në këtë vend, normalisht unë nuk besoj se Rama, Meta, Veliaj, Basha e të tjerë do ishin në karrike të blera nga jeta e tyre nga mesi deri në darkë, duke parcelizuar Shqipërinë, sikur nuk ka njerëz të tjerë që të japin këtij vendi shpresën e duhur. Prandaj them, edhe shoqatët jo fitimprurse, që kanë marrë lek nga Usajdi, edhe analistët që kanë marrë lek nga Usajdi, edhe avokatë që kanë marrë lek nga Usajdi, edhe nga shoqatët të tjera. Duke bërë si ku por bën punën e shoqatave dhe duke dalë dhe duke goditur vetëm opozitën, dhe asnjëherë Partinë Socialiste. Dhe këto avokatë që dalin, godasin prokurorin Dado dhe jo Spaku në tërësi, sepse kur t'i dalin ai luftë për PD-n, normalisht do i kurajojnë lavazhierët Spakun, dhe duke e konkluduar këtë që po them unë, edhe për këta, dhe jo vetëm, derisa i duan Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ne nuk mund të pranojmë që duam Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nuk aplikojnë karrikën elektrike. Pra ne duhet t'i themi që përderisa doni Shtetet e Bashkuara të Amerikës që përbën nga shtetet e tjera, prandaj e përsëris edhe një herë, e marrin paketë të gjithë bashkë, që do të thotë gjë më e bukur dhe e mundshme, karrikja elektrike jep përgjegjësinë penale e atyre që duan Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk them asgjë të keqe. Kush do Shtetet e Bashkuara të Amerikës e pret karrikja. Shumë e thjeshtë. Berisha deklaroi një ditë më parë se kryeministri Edi Rama ka shkruar një mesazh në kryeministri, në zyrën e tij, teksa ju referua asaj që në vitin 2019 kryeministri Edi Rama i drejtohej Berishës duke i thënë se a mundesh do ta kalosh oqeanin. Dhe tashmë Berisha duket sikur po i çon të njëjtin mesazh Edi Ramës. Në këtë rast, Edi Rama e kalon dot oqeanin për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Donald Trump ja ka hequr vizën? Së pari, oqeanin e kaloi Sali Berisha. Për ata që din ta kuptojnë. 9 grada u ul niveli. Vulën e mori. Çfarë mbetet? Në rast se do të fitoj zgjedhjet, do ta shikoj me datën 12-13 maj. Përsa i përket zarfit, të them vërtetën, nuk e kam dëgjuar nga Berisha, e kam dëgjuar nga korridore të tjera, nga burime të tjera, që ekziston një zarf, i cili thot, po e citoj kështu si e kam këtu, edhe sikur të fitosh i vetëm, edhe sikur të jo mos të fitosh i vetëm, dihet që ti kryeministër nuk mund të bësh. Pra ka 2 mesazhe, jo një. Në rast se merr mbi 71 mandate, nuk do të bëhesh kryeministër, dhe në rast se shkon në koalicion, nuk do të bëhesh ti kryeministër. Unë këtë mesazh di që ka ardhur. Inshallah gabofsha. Besoj se nuk do të gaboj. Por gjithsesi, inshallah gabofsha. Përsa i përket oqeaneve, në përgjithësi, politikanët tanë shkojnë për te oqeanit për shkak se kanë shitur sovranitetin në vendin tonë. Dhe sovranitetin në vendin tonë në shitur pikrisht nga gjëja më skandaloze që është bërë në një kushtetut të Republikës të një vendit demokratik, duke vendosur në kushtetut një institucion të palejuar, një organizatë ndërkombëtare monitorimit të drejtësisë. Është e turpshme. Këtë ka bërë politika jonë që do jetë mirë me raport me europianët dhe amerikanët. Përsa i përket zotit Berisha, normalisht ai thot shumë gjëra edhe për Trumpin, për shkak se ai ka ndryshuar totalisht para 2021-shit në krahasim
me çfarë po ndodh sot. Sot po ndodh një hata që i kap të gjithë. Sot të gjithë, pavarësisht se kujt i çojnë zarfi dhe kush e ka zarfin në duart të tij, dihet qartazi që asnjëri nuk e din të vërtetën, sepse ujërat nuk janë fare kristal. Ujërat janë shumë të ndotura, të cilat nuk kanë absolutisht as dhe një pastërti të qartë për një kamp apo kampin tjetër. Ambasada amerikane është në një zi të tmerrshëm, sepse me rastin e Veliajt jam i bindur, dhe këtë po të lexoj një mesazh tjetër, që ne do të ndërhynim, por nuk kemi marrë okay nga Departamenti i Shtetit, se ka ndryshuar administrata. Që do të thotë, ndërhyrja nuk kupton deklaratën publike. Dhe prandaj në fund fare keni dëgjuar një deklaratë nga ambasada amerikane që thotë ne nuk falim më para në mënyrë të verbër. Çfarë do t'rregoj kjo gjë? Tregon që ata përcjellin vetëm përtej oqeanit mesazhin që ne nuk jemi më të pavarur nga administrata aktuale Trump dhe ne do të përcjellim vetëm mesazhe që na tregon drejt për së drejti linja Trump. Kujdes, drejt për së drejti linja Trump, jo Departamenti i Shtetit. Do të kemi një kujdes këtu. Pra, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të kaloj më ambasada ashtu siç ka qenë përpara që kaloshin politikat. Do të kaloj nëpërmjet Trumpit. Interesante kjo. Që do të thotë administrata e re Trump do të merret personalisht me çdo shtet. Janë 200 shtete, me 200 shtetet brenda 4 vjeçarit do shikosh që të gjitha shtetet do jenë duke pritur çfarë do thotë Trumpi, jo Departamenti i Shtetit. Nuk do të ekzistojë më Departamenti i Shtetit ashtu si kur ka qenë dikur. U shpallje non grata, u prishte bota rreth teje. Nuk ekziston më kjo gjë. Kjo është një gjë shumë e mirë për Sali Berishën, por është akoma më e mirë për Edi Ramën. Prandaj nuk të jap përgjigje në rast se do shpallet edhe ai non grata, pra Edi Rama, sepse Trumpi nuk do të mbajë një linjë të tillë ekstreme. Mundet ta ketë të konservuar për shkak se është politikë shtetërore, pra mund ta japi të 2-3 veta kështu sa për me treguar që unë po e vazhdoj këtë trashëgimi, por Trumpi po bën një politikë tjetër tej personale në linjat e tij deri në mandatin të përfundimtar që do mbaroj për 4 vite të ardhshme. Që do të thotë për gjithë politikanët shqiptar, oqeani nuk varet më nga Departamenti i Shtetit Amerikan. Ato që ju thënë këto pradhat, ju thënë t'ju bindin edhe t'ju bëjnë gjëra të tjera të cilat do të shikojnë në të ardhmen. Por unë ju them të vërtetën dhe kjo është e vërteta, Departamenti i Shtetit Amerikan ka mbaruar me ardhin e Trumpit dhe çdo gjë dhe çdo mesazh që do të dëgjoni nga ambasada amerikane është drejt për së drejt linja Trump.